Humbi jetën në tentativë për të shpëtuar të birin nga mbytyja, nxirret pas disa ditësh nga liçeni trupi 55 vjeçarit. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mesditën e sotme në liçenin e Komos Itali, ku një turist 45 vjeçar nga Hollanda rezultoi i zhdukur pasi u hodh në ujë për të shpëtuar djalin e tij 16 vjeçar. Sipas autoriteteve italiane, incidenti ndodhi rreth orës 12:30 pranë zonës Menaxhos. Buri ndodhej në një varg me qira së bashku me 3 fëmijët e tij, kur pa djalin 16 vjeçar në vështirësi në ujë dhe u hodh menjëherë për ta ndihmuar. Në ato momente varka u largua nga vendi ku ndodheshin babë e bir. Të dy u përpoqën të arinin, por vetëm djali u shpëtua falë ndërhyrjes një personi që ndodhej në një derras me vozitje, ndërsa 45 vjeçari u zhduk në ujë. Pas disa telefonatave në numrin e urgjencës 112 në vendngjarje, mbërritën menjëherë roja bregdetare zjarfikësit, ekipet e shpëtimit ujor nga Como, një varg mbështetëse nga Dongo, si dhe zhytës të specializuar të transportuar me helikopter nga Malpensa. Operacionit janë bashkuar edhe specialistë të tjerë të zhytjes nga Torino. Kërkimet për gjetjen e turistit vijojnë intensivisht, ndërsa deri më tani ai rezulton ende i zhdukur.